kam shku në minjerat e Trepçës, ku e kom çuar një mesazh solidariteti edhe mbështetje të studentëve. Janë shumë ndjenja të përzira në kuptimin sigurisht që si instalacion pëlqeu shumë se e dim që këto minerale vijnë nga toka poshtë e tash këtu duken si vijnë prej qiellit. Edhe se vërtet ajo simbolika ndoshta që më në fund kemi dalë edhe ndrit në historinë e Kosovës. Në anën tjetër është e lidhur, domethënë kam një emocion më shumë lidhur me përvojën personale, se kam qenë përfaqësuese studentëve në grevat e minatorëve nga salla 1 tetori, atëherë 25 maj, kam shku në minjerat e Trepçës, ku e kom çuar një mesazh solidariteti edhe mbështetje të studentëve, edhe kur jam kthy, domethënë pasi kom pa minatorët, prap në sallën atëherë të mbushën me student, ja kom përcjell mesazhin e minatorëve. Edhe e treta që sigurisht lidhet me fotografitë e bashkëshortit tim, Hazireka, që është këtu domethënë në hyrje të kësaj të Reporting House. Haziri ka përcjell gjitha grevat e minatorëve dhe ka fotografi të fuqishëm dhe tregon një pjesë të rëndësishme të historisë sonë. Kështu që më duket që këto 3 elemente bëjnë që shumë mirë që erdha sonte. Dhe minatori punon gjithmonë në gjendje në kushte të vështira, po ta shohësh domethënë që po lufton për liri për gjithë popullin, ishte diçka shumë e fuqishme, sidomos për një studente, për një vajzë e re, e cila bashkë me gjithë student në atë kohë, po gjithë popullin e Kosovës dhe gjithë popullin shqiptar luftonin vërtet për drejtat e shqiptarëve kundër pushtetit serb.